Djali Macot. Fufja! Gecko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks to the PJ Masks. PJ Masks! Robotët e këqij. Robot, më gjeni një gorill. Robote, ti më gjej krokodilin. Unë do të gjej kangurin. Por mjeshtër, pse I gjen ti gjithmonë ata të bukurit? Au, 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 au. Kthejuni punës ju të rëshë alumini. Po, mjeshtër. Wow! Duket se një kafsh ka kafshuar përparsën e Romeos. Po çfarë kërkon ai në kopshtin zoologjik? Ndoshta po mendon një plan djallëzor me kafsh? S'ka mundësi. Ne jemi ata që kam fuqi kafshësh dhe me fuqit tona të reja, ai nuk mund të konkuroj. Po! Heroi me pijame ja ku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macot. Amaja bëhet Bufe! Herojt me pijame! Ti gjete disa gjëra të reja të bukura për fuqit tona të kafshëve nga kristali? Fantastike! Na I trego të gjitha. Hej, shiko, ja ku është Romeo. Lart dhe poshtë dhe lart dhe poshtë dhe lart për të vepruar keq. Të na falësh robot me pijame, do të dëgjojmë më vonë për fuqit tona të kafshëve, sepse tani duhet t'i përdorim për Romeon. A do të vini edhe ju me ne? Nuk do zgjas shumë. Kave këtë kosh plerash! Rini, shikoni, mësoni. Romeo, çfarë do që je duke bërë? Ndalo. Më vjen keq, por ju nuk jeni të vetmi që keni fuqi kafshësh. Shikoni robotët tanë të rinj të këqij. Bëra disa kërkime kafshësh të kopshti dhe tani mund të ngjitemi dhe të kacaviremi, të kafshojmë dhe të përtypim, dhe të kërcejmë dhe të bëjmë zhurmë. Ha, sa bukur që kanë folur. Po ju e dini si të flisni insekte me pijame? E po, në fakt... Kështu mendova dhe unë. O, të lutem, fuqi kafshësh, ato janë thjesht lodra. Janë super! Si thua tua demonstroj? Dorezat e gorillas! Kapsit e fuqishëm! Bëj sikur nuk e pat këtë. Këmbët kërcyse! Wow! Duhet ta pranoj. Kjo po që ishte super, super qesharake. Forca, këto gjëra do ndalojnë së funksionuari vet. Le të kthehemi te robotët tan. Po largoheni nga një luftë, a? Sepse ju e dini që fuqit tona janë më të mira. Ju thjesht jeni një zog I vogël, një hardhuc torollake dhe një kotele patetike. Fuqit tona të kafshëve janë shumë më super. Dëshiron ta shohim? Si thua për një konkurs për fuqit e kafshëve? Robotët e këqij kundër torollakave me pijame. Le të fillojmë. Shokët kafshë me pijame. Ani me ne. Ha? Ej, ku po shkojnë ata? Ato janë kafsh. Mendojnë se disa beteja nuk ja vlen të luftosh. Si për shembull, Duhet I tregojmë Romeos kush është mbreti I xhunglës, përpara se t'i vijë ndonjë ide akoma më koti. Forca pra do t'jetë lehtë. Robot
Motot e lij superior të Romeos kundër insekteve me pijama dhe fuqitë e tyre të shpifurave të kafshëve të tyre. Do t'ua tregoj unë qefin. I pari të flamuri fiton. Shihemi atje. Do t'ja dal, mjeshtër. Ej, upsi. Pushto botën. Kapja. Upsi. Pushto botën. Kapja. Take over the world. Strongest grip wins. On 3. 1, 2. Whoa! Super Gecko muscles! Longest leap wins. Let's bounce. Ow! Super cat jump! Super Jumbo Thumpers! No! Yes! PJ Masks 3, Batty Bots 0. And as our trophies for winning, we'll take these. I demand a rematch! Now that that's done, we're all ears, PJ Robot. Tell us what you discovered about the crystal. Huh? I wonder what's gotten into them. By my cat's whiskers! Okay, that's not good. Just toys, huh? Wait until those PJ pests see what I come up with next. Master. Shh, I'm plotting. What if I build a mechanical chihuahua or a robot chihuahua? Whoa! Or I can just use these super-powered Batty Bots. Let's try them out. Robot is happy. Hooray for Robot! Wow! Take over the world. These are so much better than PJ Powers. Batty Bots, we're on our way into the night to ruin the day. Take over the world. Night in the city, and a bothersome band of bad guys are ready to cause mischief and mayhem. Robot becomes Gorilla Gizmo! Robette becomes Croco, let. I've never been better. and I become Drumio! The Batty Bots! They've got their own theme song now? Not for long. Ah, the PJ Pests. Come on, Robot. Let's show them what we got. Let the sidekick competition commence. I have you now. Let go! Take over. Take over. Huh? Ashtu si kafshët e kopshtit zoologjik të adhurueshëm. Na lësh të dalim! Më falni, duhet të iki. Këto këpucet kërcyese janë të përsosura për hapjen e derës së bazës. Do t'i jap vetes pak fuqi kristali, kështu që miru pafshim. Po filloj të mendoj që s'duhet të kishim luftuar në atë konkursin koti. Kafshët tona kanë të drejtë. Disa beteja nuk ja vlen, nëse nuk është e rëndësishme. Lëre! Mendoj se na duhet një njeri më i madh ose kafshë madhe për të larguar nga një luftë.
Me qëra fjallet e kafshët. Hej, Dima. Psst, nena, duhet pak ndihmë. Është disi e rëndësishme. Ktheu këtu. Shkatro! Çfarë? Faleminderit, shok kafsh me pijame. Forca! Prit një nanosekond. Oh, Rjeta e pendëve të bubes. ndim. Tundja e bishtit të harducës. Romeo po arrin tek baza. Super lamshet me qime. Macet e shpifura! Më fal, mjeshtër. Prisni derisa të krijoj disa fuqi të reja kafshësh. Ato insektet me pijame bëjnë mirë të kenë kujdes nga njeriu pinguin ose Djali i qelbës. Fuqia jote mund të jetë herë shumë e keqe, mjeshtër. Akoma më keq se sa ti tani. Shebeni kovave vida. Kristali mund të transferoj fuqi deri te objektet. Do të donim ta dinim këtë përpara se të sillnim robotët e këqim pranë ti. Faleminderit roboti me pijame dhe faleminderit shokët kafsh me pijame. Mënyra se si e pat ju këtë ishte e saktë. Premtoj që do të përdorim fuqitë tona për betejat e duhura, jo për ato kotit. Heronjtë me pijame, bërtisni ura! Sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Të gjithë. Newtoni dhe kafshët. Në rregull, Newton, do shihemi sonte. Bukur, mezi pres ju takoj. Pafshim! Shikoni, ngjitëse në tokë. Kjo ka vetëm një kuptim. Jam e sigurt që do shihemi më vonë. Heroj me pijame, ja ku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor! Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Ani! Gjurmët ndalojnë këtu. Për kokën e mustaqeve. Është një kurt ninjash. Kjo gjëja këtu është e fortë. Dhe mua po më vjen si gjumë. Kjo ishte vërtet shumë e lehtë. Shpresoj t'ju pëlqejë ngjitësi im super gjumash me fuqi ekstra. Nuk do t'ja hedhësh pash me këtë. Sa po ja hodha? Ëndra të bukura, insekte me pijame. Roboti me pijame. E mora mesazhin tënd. Heronjtë me pijame janë në telashe?
Ninja i natës ka kapur heroin me pijame. Flisni me radhë të gjithë. Le t'i bëjmë gjërat një nga një. Skano për ngjitës, robot. Me sa duket po i mban tek muzeu. Duhet t'i shpëtoj. Oh, faleminderit për ofertën, por zakonisht punoj vetëm. Ti drejtoj, por unë nuk di se si bëhet kjo. Po si kur ta ngatëroj? E po, nëse herojnë me pijame mbështeten tek unë duhet të bëj më të mirë. Mund t'ja dalësh! Por nëse do t'ju udhëheq në një shpëtim, më duhet një plan dhe duhet të jeti përsosur. Ketë të drejtë, për aq kohë sa ndjekim planin tim, mund t'ja dalim. Dhe besoj, thjesht shpresoj të më kuptojnë. Në rregull, kafshët me pijame, mos harroni çfarë praktikuan. Ju do të shkoni nga mbrapa, ndërsa unë nga përpara. Është koha për të bërë heronj. Lëshoj heronj me pijame ninja i natës. Nuk mendoj kështu, paraziti me yll. E dija që do përpiqesh t'i shpëtoje. Ishte i gjithi një kurth gjenjal dhe tire më së miri në të. Çfarë? Por ndoshta unë di diçka që ti nuk e di. Dyshoj, unë jam njeriu më i zgjuar që kam njohur. I mund gjithmonë ninjalinët në pyetësor dhe enigmat. Jam një antar i klubit të famshëm të mjeshtrave. Kam kaluar shumë teste inteligjencë. Asnjëri prej tyre nuk kishte imazhe. Kam diploma nga shkolla e ninjave dhe nga shkolla e vërtet. Asgjë nuk i shpëton mendjesimet të mpret dhe të zgjuar. Me pak fjalë, ajo që po them është, unë jam i mençuri, askush nuk është më i zgjuar se unë. Hey, apo më dëgjon mua? Jo, po, dua të them... Më duhet një minutë kohë. O mirë, me gjithë kohën që të duhet. Faleminderit. Kjo ishte shaka. Unë jam një ninja i zënë. Prit, çfarë është kjo? Po përpiqesh të më shpërqendroje ndërkohë që këto kafshët piciruke bënin një shpëtim të guximshëm? Nuk mendoj kështu, Newton. Do ta shohim këtë. Kafsh me pijame. Koha të bëni punën tuaj. Jo, Mace, ti shkon majtas. Jo, bufe, ti shkon djathtas. Majtas! Kafshët e tua piciruke ishin për të ardhur keq. Jo, prisni. Tani është radha ime. Kapeni ninjalino. Fuqia e yllit! Kjo nuk ndodh zakonisht. Fuqia jote e yllit s'funksionon me përzierjen time të re të ngjitësit. Çfarë po ndodh kështu?
Nuk do t'ja heqësh paq ninja e natës. E di, kjo është hera e dytë që e kam dëgjuar për sot, dhe ishte e gabuar të dyja herët. Këtu në fakt është shpëtimi më i keq në botë. Ato insektet me pijame ishin kudo. Ti ishe në krye dhe e dreqose plotësisht. Ke të drejtë, jam një lider i tmerrshëm. Mos të tregoj ashpër me veten. Unë jam armiku më i papar me të cilin je përballur. Romeo, vajzat Luna, të lutem. Unë jam keqbërsi. E kam ditur gjithmonë që ngjitësi im dhe fuqia jote e yllit do të ishin ekipi përsosur. Me këto ngjitëse të reja prej yjesh, unë do të gjuaj me fuqi ylli këdoj që më pengon. Tashmë jam një yll, por tani do të shkëlqej akoma më shumë. Oh, dhe me qëra fjala. Ja se si duket një plan i vërtet. I zgjuar, me shumë stil dhe i sofistikuar, ashtu si unë. Shihemi paraziti me yll. Jo! Nuk do të lejoj që të fitosh ninja i natës. Shumë vonë. Shihemi më vonë. Nuk do të dorëzohem kurrë. Çfarë? Kafshët me pijame? Ju u kthyet? Çfarë? Jo! Ju lumt kafsh me pijame. Tregojeni ninjës së natës se çfarë dini të bëni. Nuk mendoj kështu. Aktivizoj fuqinë e ngjitësit të yjeve. Iu, ere keq ardhuce. Ja dolëm. Fuqia e yllit kthehu. Ndoshta plani im nuk funksionoi, por nuk kishte pse. Sepse ka më shumë se një mënyrë si mund të jesh drejtues. Një drejtues nuk i tregon ekipit çfarë të bëj, ai ju tregon pse ka rëndësi. Unë nuk hoqa dorë. Dhe duke qenë se bëra, nuk e bën as kafshët me pijame. Ja se si duhet të shkëlqesh. Apo jo kafsh me pijame? Punë e paq me ekipi, tani le ta mbyllim këtë. Ushqime, mos vallë humbëm një fest, çfarë ndodhi? Është histori e gjatë. Thënë shkurt, ninja e natës ju kapi. Wow, faleminderit që na shpëtove. Nuk e bëra i vetëm. Çfarë ka ndodhur? Le të themi vetëm heronj me pijame bërtisni urra, sepse gjatë natës mjotoni dhe kafshët i shpëtuan të gjithë.